3 persona janë arrestuar nga policia në Korçë për shpërndarje të lëndëve narkotike. Midis të ndaluarve është edhe një çift bashkëshortësh dhe një person tjetër me precedent penal për të njëjtën vepër. Arrestimi i tyre është kryer në orët e para të mëngjesit teksa po udhëtonin me një automjet në të cilën u gjetën sasi të ndryshme lëndësh narkotike të dyshuara si kokainë dhe kanabis, si dhe mjete të posaçme për peshimin e tyre. Gjatë kontrolleve të mëtejshme të ushtruara në automjet, në banesat e personave të arrestuar dhe në një ambient tjetër privat, shërbimet e policisë sekuestruan gjithashtu 2 makina dhe një sasi të konsiderueshme parash, të dyshuara si të përfituara nga aktiviteti kriminal. Ky është operacioni i tretë antidrog i zhvilluar në qytetin e Korçës gjatë ditëve të fundit, duke çuar në 6 numrin e përgjithshëm të personave të arrestuar në këtë veprimtari. Policia e Korçës thot se operacionet për goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve do të vijojnë.